أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زجاهو 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 سفيري قبرت زجاهو 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 أدم برجت فالو 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 نمازي أجدريت فالو 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 مزمر شبيت فالو 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 نمازي أجدريت. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmetullahu wa barakatuhu. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Emisioni apo podcasti merr frymë, edicion special për muajin e Ramazanit. Sonte kemi hoxhën e nderuar Muharrem Ismaili, imam dhe atib në xhamin shumë të njohur, shumë të madhe të Shkupit, xhamia Isa Beut. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se vjen nderuar. Hoxhë, ti him direkt çu temës. Tema është hadith kutsi. Pikë pari, çfarë do më thonje ka kjo kutsi, hadith kutsi? Falëndrimi i takon Allahut. Përshëndetjet tona ja përcjell me njeriu më të mirë mbi rrezullin toksor Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njeri shfrytëzojmë rastin që të e falenderojmë televizionin Klan Maqedonia për këtë emision me gjithë stafin, por edhe juve studentës të këtij emisioni, që Allahu të shpërblen me të mirat e tij të panumërta, që mundoheni Amin. që gjatë muajit bekuar të Ramazanit, por edhe gjatë vitit, besimtarëve dhe njerëzve në përgjithësi të përcjellni mesazhe të mira. Këto porosi nuk janë vetëm islame, janë paremisht njerëzore, janë të dobishme në përgjithësi për gjithë njerëzimin dhe prekin sfera të ndryshme të shoqërisë tonë. Ja që fati është që na sot të tregojmë disa mirësi, begati, disa mesazhe dhe porosi fetare që Zoti jon i ka përcjell përmes gjuhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dërguarit tonë. Hadithet kutsi janë hadithe që i përcjell nga Allahu azza wa jall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk janë në rangun e ajeteve kuranore, porse janë të shpallna prej Zotit tek i dërguari i tij, i cili ai i përcjell këto hadithe. Andaj shpeshherë kur të lexoni në disa hadithe të këtij karakterit, thuhet ka thonë i dërguari i Allahut në hadithin apo në thënien që e transmeton prej Zotit, prej Allahut azza wa jall. Drejt për drejt nga Zoti. Drejt për drejt nga Zoti, ose ndonjëherë me ndërmjetësimin e melaçës më të madhe Xhibrilit alayhis salam. Dhe ka hadithe tjera të cilët nuk janë kutsi, që janë thënie që i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por nuk janë të rangut të hadithit kutsi, me fuqinë dhe peshën që e kanë në vetë hadithi kutsi. Kjo në terminologjinë dhe në shkencën e fikut, në shkencën e hadithit, ka dispozita më të thella që detajizojnë pikat e përbashkëta dhe pikat ndarëse mes hadithit kutsi dhe hadithit rëndom, por shkaku se tematika jonë nuk është sot atë, u mundova që në fjalë të shkurtra të shpjegoj dallimin e hadithit që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Zakonisht ato hadithe thuhet ka thënë i dërguari i Allahut kështu e kështu e kështu. Kurse tek hadithet kutsi thuhet transmetojnë i dërguari i Allahut prej Allahut azza wa jall kështu e kështu e kështu. Që sot me lenin Allah do të mundohemi disa nga këto hadithe kutsi që jemi mundu mi përzjedh të i ndajmë së bashku në këtë emision të bekuar. Atëherë po fillojmë pra me hadithin e parë kutsi. Tash të vëllojmë o gjendërum. Hadithin e parë kutsi që përzgjodha për këtë emision, pasi që jemi në emisionin e Ramazanit, në emision që ka të bëjë me një muaj të bekuar dhe me një adhurim të veçantë që e specifikon këtë muaj, që është agjerimi, u mundova që të filloj emisionin me këtë hadith, me këtë transmetim dërguarit të Allahut që e transmeton për Allahut azza wa jall, i cili tregon vlerën e veçantë
të muajit të bekuar të Ramazanit në përgjithësi në veçanti për agjerimin. Agjerimi si një adhurim i veçantë për njerëz të veçantë, madje edhe hadithi, këto është kutsi që tregon për këtë vlerë. Krahas ajeteve kuranore, na për vlerën e agjerimit kemi edhe hadithe kutsie, kemi edhe hadithe tjera të thona nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në rang që janë hadithe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por e gjithë kjo na e bën me dije për vlerën dhe peshën e madhe që e ka në vetë muaji i bekuar i Ramazanit. Andaj transmeton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për Allahu azza wa jall që Allahu azza wa jall ka thonë es-sawmu li wa ana ajzi bi. Thotë i madhe Zot, agjerimi është për mua. Agjerimi është për mua. Agjerimi është për mua. Kështu thotë Zoti i madh. Es-sawmu li. Agjerimi është për mua. Allahu azza wa jall tregon se robi agjeron për Allahun azza wa jall. Dhe vetë kjo thënia e Allahut azza wa jall tregon për sinqeritetin e agjeruesit. Dhe tregon se Allahu azza wa jall prej fillimit më njanon çdo dyshim edhe çdo hamendje tek dikush që mund të shkojë ndërmend se dikush agjeron për ndonjë qëllim tjetër përpos se për të arritur kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Sepse agjerimi është adhurim i fshehtë mes robët dhe krijuesit të vet. Askush nuk mundet me ditë për momentin, na jemi agjerueshëm apo jo. Na mundemi mu shfaq para njerëzve gjithë ditën se jemi agjerueshëm, por se kemi bën niyet. Edhe nëse abstenim nga haja dhe pija. Por në vetë kemi bën niyet që mos me agjerun asat. A mund ta dihet dikush? Gjithë do të munden të thonë se ky është agjerueshëm, a realisht nuk është agjerueshëm. Andaj robi që agjeron, që abstenon nga haja dhe pija me qëllim të arritjes së shpërblimit të madhit Zot. Prej fillimit, shpërblimi i agjeruesit është i garantuar nga se i madhi Zot thotë, ky robi jam, këtë veprim e ka bërë për mua. Dhe kjo është një privilegj jashtëzakonisht i madh për agjeruesin. Jashtëzakonisht Zoti i madh thotë, robi jam agjeron për mua. Robi jam agjeron për mua. Se s'mundet me e kry dikush agjerimin me ndonjë niyet tjetër përpos se me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Dhe se agjerimi është një adhurim vetvetiut i fshehur, është një adhurim shpirtnor, është një adhurim edhe fizik, edhe moral, edhe gjitha këto komponente që i ka në vetë kjo adhurim i madh janë të fshehura, nuk duken, nuk shfaqen. Dhe robi kur e bën këtë, kur e praktikon këtë adhurim, e praktikon për Allahun azza wa jall. Për dallim prej namazit për shembull. Gjithë na shohin se falemi. Dhe gjithë mund të thonë, po, e pam duke u fal filanin. Gjithë na shohin se sunullahi sot është udhëheqës në këtë emision, thonë. Po, emision në udhëheqje, sunullahi islami. Por, a mund të thotë dikush se ti je agjerueshëm apo nuk je agjerueshëm? Tu s'ka siguri. S'ka siguri. Tani, për në Ramazan, ti mundesh para njerëzve mu shfaq se e agjerueshëm, por fshehur azi me konsumu në shem. Andaj i madhi Zot për agjeruesit që praktikojnë adhurimin e agjerimit, prej fillimit ka manifestu një afërsi me këtë kategori të besimtarëve. Kjo është agjerimi është për mua. Wa ana ajzi bih. Shifeni. Subhanallahu, vetë ritmi dhe radhitja e hadithit është mrekulli në vete. Thot i madhe Zot në këtë hadith kutsi, thot dhe unë e shpërblej agjeruesin për agjerimin e tij. Mbetet shpërblimi i agjeruesit e drejt ekskluzive Allahut azza wa jall, që Allahu në ditën e gjykimit me shpërblej agjeruesin. Pse? Se kanë thonë dietarët, gjitha shpërblimet që shpërblehet me ato robin këtë dunjë nga i madhe Zot janë përkufizume. Se vetë kjo botë është e përkufizume. E ka lindjen, perëndimin, e ka fillimin, mbarimin. Dhe nëse
e përkufizojmë shpërblimin e agjerimit me numrat që e din njerëzimi sot, thonë dietarët përsëri do t'jetë shpërblimi mangët. Po kur thuhet që Zoti i Madh ka thonë se në ditën e gjykimit unë ti ka me shpërblim. Kjo është me tregu se ka një shpërblim të një dimensioni krejtësisht ndryshe për asaj që mundet me kaplu logjika dhe truri jon i kësaj bote. Është një dimension krejtësisht ndryshe. Është një shpërblim që ty s'mundesh me numru, s'ki numra. S'mundet truri jon, nuk mundet me arrit ato numra me i përtheku. Andaj Zoti i Madh thot, unë do ta shpërblej agjëruese. Arhamur Rahimin, ki Zoti i Madh i cili është mëshiruesi më i madh, i cili ka çka e paskaj. Edhe gjitha këto që i themin e përsëri janë në suazat të asaj që na e konceptojmë e perceptojmë me përkufizimet e kësaj dunjoje. Zoti i Madh thot, agjëruesi unë kam me shpërblim. S'ka numrat përthekume. S'ka numrat përcaktume. Se nëse cakton numër, zvoglon shpërblimin. Nëse përcakton numra, mbetet diçka që është e kapshme në suazat e kësaj bote që na e njohim dhe dim. Trilion. Po, kur thut, po trilion, se dim na, ato janë. Numri më i madh që e dim, trilion. Është pak. Kishmi pas në banker, ndoshta do të na thonë atë numrin më të madh që e njohin bankerët. Ata janë më të thirrur te numrat. Por na i dim ato trilion, bilion, se dia trilioni, a bilioni, ajo, a kjo. Kryesor janë shumë numrat mëdha që na plasohen në për mediat tona. Po kur i dëgjojmë janë diçka shumë e madhe. Kjo është e vogël krahasim me shpërblimin e agjerimit. Ai trilioni që thuat është shumë numër i madh, është i përkufizuar. Ka fillim dhe mbarim. Shpërblimi i agjerimit i tejkalon këto dimensione të përkufizimeve që na i njohim në këtë botë. Sa me fat janë agjeruesit. Sa me fat janë agjeruesit. Dhe pikërisht kjo kur ta din robi se agjeron për Zotin e Madh. Dhe kur ta din se shpërblimi është shumë i madh. Çka ta merr mendja, mundet me e kontestu agjerimin e tij në interes i kësaj dunjoje? Jo vallai. A thotaj, vallai, mu ka thënë një thaj, a ban me prish agjerimin? Janë do pyetje, jam duke teshka pak, a ban me të shtit, domethënë. A ban me prish, thot, sot jam zyn mëngjes, jam i disponuar, a ban me prish agjerimin. Apo vallai më punë jam tetorun, a ban mos me agjëru shkaku se punoj. Kur robi të e din këtë shpërblim jashtëzakonisht të madh, kjo i shërben atij si ambicie, si vullnet, e shtyn, e motivon atë. Se këshir është vera, është dinë. Dhe nuk ka çka e ndal në agjerimin e tij. Andaj në ditën e sotët, ju keni njerëz që e kanë kuptuar këtë shpërblim të madh, keni njerëz që punojnë punë shumë të rënda fizike, në shkritoren e hekurit punon, që aty kanë të drejtë me minutat caktuara të qëndrojnë, çato minutat caktuara të qëndrojnë agjerueshëm. Vishen me ato skafanderat dhe me gjithë ato skafanderat, në një periudhë shumë të shkurtër ju lejohet me qëndru te shkritoria, ata përsëri në çatë periudhë qëndrojnë agjerueshëm. Shkojnë e bëjnë pauzën. Etet njëri për ujë shumë. Po, aty shkrihet, do të thotë, shkrihet. Brenda skafanderit shkrihet një pjesë e vjamit dhe e toksinave që i ka njeriu në trup, dhe realisht humbe dhe pesh aty. Dhe pjesërisht edhe dehidron, me thonë. Por imani i fuqishëm, vallai shtin ata që mos me dehidru. Plus edhe në minatorët. Janë edhe minatorët, sa fell në tokë punojnë. Shumë minatorë na kemi që punojnë. Edhe agjerojnë. Kemi na deputet që agjerojnë, që janë në për seansa, janë në parlament, në kuvend, në qeveri, aty këtu delegacione, pritje takime, ligje, të kërkon koncentrim, kërkon lexim, kërkon shtjellim, debat, përsëri qëndrin agjerueshëm. Kemi mjek që bëjnë operime shumë delikate, shumë të rënda, të zemrës, të njofën e kirurg musliman, po flasëm në mes të Evropës, jo në Balkan. Balkan është ma normale kjo. Në mes të Evropës po flasëm, në Gjermani që kryen intervenime kirurgjike
të zemrës kardiake, shumë specifike, jo ato klasike, të ndërlikuara, të veçanta, kupta, agjerueshëm i bën ato. Madje thot, më preciz jam në Ramazan. Në Ramazan më i shpejt jam, më preciz, më i shkath jam, më i koncentruar jam. Dhe kemi futbolist që bëjnë ushtrime, do thot, ata i kanë të përdiqme me orë të tëra, vrapojnë ushtrime të rënda, të vështira, që kërkojnë kondicion, kërkojnë angazhim, vazhdojnë të qëndrojnë agjerueshëm. Futbolist suksesshëm në sferën e futbollit. Të vendeve tona, por edhe të vendeve tona. Ke edhe në NBA lojtar i suksesshëm nga që ka dollë. Pikërisht, fakti që ata i kanë kuptu, se Zoti i madh të drejtën ekskluzive kalon për vete që t'i shpërblen këto bura, këto besimtar, kjo ato i motivan. Kjo jep forcë, energji, jep fuqi, i bën më të përballueshëm, i bën më të shkath, më inteligjent, më punëtor, më të gëzum, më shpirt but, më shpirt bardh. Që kjo i motivon. Dhe agjerimi e reflekton tek ata në jetën e tyre, në mendjen e tyre, në fuqinë e tyre, në bamirësinë e tyre, dhe në gjitha sferat e jetës së tyre, agjerimi tek ata reflekton. Pozitivisht, në gjitha sferat, natyrisht. Shkoku se e din që ky i madh dhe Zot ka mi shpërbli ata, me shpërblime që s'mundemi na me i përtheku dhe me i kuptu me këtë trurin ton të përkufizum të kësaj dunjë. Se vetë kjo botë është e përkufizume. Si që thash, ka fillimin barimin, lindjen perëndimin, dihet sa kilometra është, sa është e madhe, sa shtete janë, gjitha dinë. Dhe gjitha këto numra e bëjnë të përkufizume botën dhe qasjen tonë ndaj asoj që është shumë e madhe e bëjnë përsëri të përkufizume. Andaj Ibn Abbasi, radiallahu anhu, Allah Zoti qoftë i kënaqur me të, thot kur përmenden të mirat e dunjos dhe të mirat e ahiretit, në dunjën Allahu na përmend disa të mira, na thot shembull se në xhenet do të kemi edhe lumej, do të kemi edhe mjalt, do të kemi edhe qumsht, kështu me radhë. Thot nuk janë të njëjtat. Po, da. Këta janë vetëm parafërsisht, do të me kuptu parafërsisht se janë të mira, se këto janë vetëm emërtime. Janë vetëm emërtime. Ato janë krejtësisht diçka tjetër. E dikush do të thotë, po, si është e mundur kjo? Shumë është e thjeshtë. Shumë është e thjeshtë. Edhe qumshti prej edhe qumshti bio dallon prej atij qumshtit industrial. Ja sot dinë këtë gjëra ja kur. Kanë dallime shumë të dhaja. Të mos flasme mjalta fake prej mjaltës që është bio, që gjendet në për. Edhe ajo mjaltë e kojmë, edhe kjo e ka mjaltë emrin. Po, si qeli dhe toka dallimi është i madh. Pse mos me qenë kjo dallim mes mjaltës së kësaj bote dhe mjaltës së xhenetit. Andaj madhi Zot ka përgatitur surpriza shumë të mëdha për agjeruesin. Surpriza që i të kalon edhe imagjinatat tona, edhe iluzionet tona, edhe përshkrimin ton që na mundemi ndonjëherë me fantazu në kokën tonë, se dhe ajo fantazma jonë përsëri mbetet në korniza dhe në suazat të asaj që na e dim në këtë dunjë. Pastaj madhi Zot vazhdon dhe thot: Inne lisaimi ferhatan. Vazhdon. Vazhdimi i hadithit. Vazhdimi i hadithit. Thot agjeruesi i ka dy momente gëzimi. Andaj ferha, efrah, i thënë edhe dasmave, edhe gëzimeve, i thënë edhe festave të ndryshme. Thot pejgamberi, thot Allahu Azza wa Jall, këtë hadith që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot agjeruesi i ka dy festa, dy gëzime, dy përjetime, dhe thot shumë të gëzueshme në jetën e tij. Thot e para, ferhatun inde iftari. Thot festën e parë ka, dhe kjo është metodologji hynore, ta sjell një përgëzim të përgjithshëm,
pastaj detajizon cilët janë këto dy momente festive për agjeruesin. Agjeruesi ka dy momente festive, gëzime, momente do thotë që tek ai ngjallen gëzime. E para thotë, gëzimi i parë i tij është kur çel iftar. Kur çel iftar. Nuk është gëzimi i tij se o duke çel iftar, se o duke pi ujë. Ja. Ajo është gëzim sekundar. Gëzim parimor është fakti që agjeruesi gëzohet se Allahu ja mundsoi që të kryejë agjerimin prej syfyrit deri në iftar. Ja arriti qëllimin. Ja arriti qëllimit. Erdhi në destinacion. Shpreson tani bindshëm në shpërblimin e madh të Zotit se ky mo tani sot u bë agjerues, e kryti agjerimin, e përthekoi prej syfyrit deri në iftar. Është një arritje, arritje finale, sikur një garues ka hyrë me një garë të caktuar, me një maraton, edhe ai gëzohet më shumë shpërblimit apo i gëzohet më shumë faktit që arriti në destinacion? Jo, ai më shumë i gëzohet faktit që arriti në destinacion. Pastaj shpërblimi i kësaj shton gëzimin. Është do të thotë e shton gëzimin, e zbukuron momentin, atë momentin festiv. Por ajo që është kryesorja tek ai është fakti që ai arriti qëllimit. Ka dhënë mund, ka dhënë angazhim, ka dhënë sakrificë, janë paraqit para vetes lloj-lloj sfidash, shumë ushqim ka pa ai rrugës, shumë momente kanë ndodhur, ndoshta ndonjëherë edhe ndonjë vështirësi shëndetësore i ka ndodhur, ose ndonjë punë pak më e rëndë, më fizike që e ka, gjitha i ka përballuar dhe në fund Zoti ja mundsoi tulet në tavolinën e Hoxh, më fal që për sofrën e iftar. Paramendoj sa gëzim është. Po, shumë gëzim, shumë mirë e bën paralelën. Kjo ndodh edhe kur bëhet kampion një klub futbollistik. Domethënë, këtë sezonin e kalon me vështirësi dhe në fund bëhet kampion. Edhe shpërblimin e merr, ama ajo që nuk harrohet është titulli. Domethënë u bë kampion. E keni vërit ato çajin zakonisht momentin që mbaron, alo pa mbrit deri tek momenti i shpërndarjes së shpërblimeve. Ai çon momentin kur arrin në destinacionin e tij. Ja ka arrit qëllimit të vet që gjithë jetën ka investuar para atë. Po. Kështu që edhe agjeruesit janë në një farë mënyrë kampiona. Po kampiona, ata kampiona përsëri është i përkufizuar ai shpërblim. Kupton apo ai emërtim. Emërtim, po. Shkaku se këta njerëz kanë arrit në atë moment ku tani shpresojnë dhe presin shpërblimin e madh të Zotit që Allahu e ka lënë të pa definuar, të pa përcaktuar. Qartë. Edhe shiveni i madhi Zot me një hise të rahmetit ti, na jetojmë këtë dunjë dhe me gjitha këto të mira që i ka kjo dunjë. Furnizohet i miri, i keqi, i drejti, i pa drejti, gjithë furnizohen e ke vërejt. Furnizohet edhe foshnja, edhe fetusi e ka një farë furnizim, edhe psaj askush se askush se dhe thot nuk merret me te, por edhe i furnizohet. Jetimi, po edhe kafsht, e dukshme të pa dukshme në qelë, në tokë, në dete, me një hise. E Allah thot, Allah i ka 100 hise. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allah i ka 100 hise të mëshirës së tij. Një e kalon tokë, 99 i kalon në botën e ardhshme. Llogaritë si ka me na trajtu Allah me 99 hise të mëshirës së tij, kur neve do të na shpërblen me mëshirën e tij. Se na e dim besimtar, se na do t'im xhenet me mëshirën e Allahut. Do t'i gëzojmë të mirat e xhenetit me mëshirën e Allahut. Me një hise të mëshirës, na bëjmë gabime, bëjmë përsëri Zoti, na fal, na toleron, na mëshiron, na jep shansa dyta të pendohemi, të përmirësohemi, të kthehemi. Me një hisa, po edhe dikush shumë i keq, shumë kriminal, s'lën dëm pa bo të keqe pa e bo, përsëri Allah edhe ati jep oksigjen, jep ushqim, i jep shëndet. Ai sprov është për atë. Ajo është sprov për atë, por përsëri Zoti i madh me çat një hise e toleron edhe atë. Me instinkt o ka mundësu edhe kafshëve që ata të jetojnë, të ushqejnë dhe
të jetojnë atë botën e vetë. E 99 tisë tjera. Llogarit e sunullah. Qeli toka, deti, nën toka, me që këtë njëhi se i mirë, i keq, musliman, jo musliman, gjithë funksionojnë edhe në formë perfekte zhvillot jeta në botë që Allah e ka kryu në atë formë të mrekullueshme. E 99 tisë tjera. Besoj që s'mundemi na me përtheku me këtë trurin ton të përkufizum. Andaj, i madhi Zot këtë hadith kutsi, thot, agjëruesi ka dy momente festive. Momentin që i liftar. Arritin finale. Momentin që ka një got ujë, që ka një kokë hurme. Momentin që i ka rreth vetës familjet, elhamdulillah të na drejt tona, iftari bot me familje, me rrethin më të ngushtë dhe më të gjanë familjar, që shton gëzimin dhe bukurin e agjerimit, që është një tradit e mirë që e kemi trashiguna prej paraardhësve tonë, prej baballarëve dhe gjysherëve tonë, që na i kalon si tradit që iftarët kështu bashk që të kemi edhe iftar, po që të kemi edhe familje rreth nesh, edhe lidhje farefisnore, edhe gëzim, edhe respekt, edhe takim, edhe shumë muhabet, dashni, gjitha këto momente i japin një bukuri shtojc muajt bekuar të Ramazanit. Na kure paraqesim muajin e bekuar të Ramazanit, na del para nesh edhe sofra e iftarit me familjarët e tonë, me gjithë fëmijë. Pastaj na gjithë mlidhemi, gjithë e presim së bashku, e zonin Allahu Ekber, tak me e marë hurmen edhe me qeli iftare. E pastaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e gëzimin e dytë, thot cili është ai momenti festiv i dytë i besimtarit, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Thot edhe gëzimin e dytë e ka në momentin që do të takojnë Allahun azza wa jall. Kur agjëruesi do të takohet me Allahun e madh. Vetë kjo mes rreshtave thon dietar tregon se agjëruesi është xhenetli, se xhenetli do të takon me Allahun azza wa jall. Alhamdulillah. Dhe begatia më e madhe e xhenetit nuk janë mirësitë e begatit e panumërta të xhenetit. Ja, begatia dhe kulminacioni i begative të xhenetit është takimi jon me Allahun azza wa jall. Takimet e tona me Allahun azza wa jall, aq sa më të shpeshta do të jenë në xhenet, aq më të mëdha do të kemi na begatitë e xhenetit. Kjo thonje e Allahut azza wa jall ja bën të garantuar besimtarit, agjëruesit edhe hyrjen në xhenet. Këtu ka garancë se agjëruesi do të jetë banor i xhenetit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu gjithve na bëft agjërues hakikat. Amin ya rabbal. Dhe Allahu në madh dhe los çdo vllaun ton që shejtani e ka manipuluar, s'ka agjëru, të fillon me agjërim. Të fillon me agjërim. Sa i adhurim është mes ati dhe Allahut, sa shë askush dhe se me pak qaste, me pak orë, humb një shpërblim të i maset madhë. Zaten, qëllimi i gjdo besimtarit i si jeton këtë dunjo, qëllimi që a i falet, qëllimi që a i jep sadaka, qëllimi që a i bën mirë, qëllimi që a i largot nga e keqa, është me arrit knatësi në Allahut që përmes asoj knatësie të fiton xhenetin. E agjëruesi veç me këtë adhurim, vetëm me agjërimin e tij të sinqert për Allah që e ban, fiton garancën se do të jetë banor i xhenetit me lejen e Allahut të madh. Në dhimbse neve, besimtarët, vëllezërit tonë, motrat tona, që ndonjëherë shejtani i manipulon dhe ua vështirëson agjërimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Janë ditë të pakta, Shpejt kalon. shumë, të mbase, shumë shpejt. Ai që e ka agjëru Ramazanin e din sa shpejt kalon Ramazani dhe sa shpejt vjen edhe Ramazani tjetër. Shifeni, mua më duket sikur me qenë na duke bë para përgatitje
për Ramazanin e kaluar. A vetëm se më na jemi në Ramazan. Thua se jemi 2024, na jemi 2025 në Ramazan. Është mrekulli e Zotit se sa shpejt kalon Ramazani e sa shpejt vije Ramazani i ardhshëm. Sa shpejt kalon Ramazani është mi vetëdisu gjitha ato që ndonjëherë shejtani u bën cytje dhe hamendin ata xhiren a të mos agjerojnë. A sa shpejt vjen Ramazani është mi vetëdisu ata që s'kan agjeru, që me fillu me agjeru. Se ja, Zoti po ta jep edhe një shans, po ta jep edhe një mundësi. Hajde robi jam, hinë edhe ti në mesin e këtyre robërve të mi të veçantë të dalluar që ka mi shpërblyme xhenet. Dhe këtu ka një garantë se agjeruesi do të hynë në xhenet i gëzuar, i lumtur. Nuk ka me te kalu në për filtrat tjera që kalojnë kategori tjera të njerëzimit. Subhanallah. Nuk ka me ndjej vështirësi në proceset ditës së gjykimit. Edhe kjo është një moment që na, subhanallah, ndonjëherë harrojmë edhe me përmendje dhe me spikat si një veçori. Allah thot, ai ka me përjetu me moment festiv. Ai ka me qenë i gëzuar në këtë moment. Momentin që ai vdes, me agjerim të pranuar, ai është i lumtur. Ai takimin e ka me Allahun azza wa jall. Pas takimit me Allahun, nuk ka vështirësi më jeta e botës së ardhshme. Zate kulminacioni gjitha begative dhe mirësive të xhenetit, ajo top piramida që kushtimisht lejohet, nëse lejohet me thonën, ajo targeti kryesor i begative të xhenetit, e një xhenet lirë, është takimet e shpeshta me Allahun e Madh. Agjeruesi e ka të garantuar takimin me Allahun subhanahu wa taala. Dhe pas kësaj dikush se di si mund të shkon ndërmend dhe të ketë ndonjë hamendje, a ta agjeroj, a mos ta agjeroj. A do tjetë këtë vit në nxehtë, a do tjetë me shi, a do tjetë freskët koha? Jove robin nuk ka çka e ndalë dhe çka e hamend në agjerimin e tij, kur e din se çfarë shpërblimesh ka përgatit Zoti, çfarë sekretesh, çfarë surprizash për atë që do të agjeron. Andaj kjo le të na shërben neve si motiv dhe si shtytje dhe si bindje pa lëkundshme që na krahas insistimit ton në agjerim të jemi edhe të lumtur sa agjerojmë. Shifa, të jemi edhe të lumtur sa agjerojmë. Nuk guxojmë na me qenë agjerues të shfaqen ftyrat tona, lodhje. Kush do të presi iftari? Ai sa të kam o bobe më dhe save, sot sa është be, a ushtia është, si ka i agjerues. Është ofruar Agjeruesit si ta kanë kjo. Tjetë nervoz tani gjithë largohuni se kjo është agjerueshëm tani në Ramazan, kjo është shumë i sertë, shumë i nervoz është se agjeron, kur agjeron, s'guxojna me rabami thonë, a dit del punë, selam verdën borxhit që këtam, a dit ndodh kjo me atë, jep selam, thot pse më dhave ti selam, çka ki me mu. Nuk i. Kjo agjeruesit nuk i përket. Përkundrazi, në muajin e bekuar të Ramazanit na duhet me reflektu karakterin ton, sjelljen ton, që çdo send që zguxojnë njerëzit me na e thonë jashtë Ramazanit me guxu me na e thonë në Ramazan. Nëse njerëzit hamendin na me na lip diçka mos me na lip, me valon përshtypjen se Ramazan open i keni, kërkoni prej me çka doni. Më thoni çka doni. Tani në Ramazan e keni shansën. Shprehuni, a kupton? Tregojeni atë që doni, atë që thoni. Mu bo ma i letë. Sot u djek iftari, u prish iftari. S'ka lireve, kena ujna. Ku kena agjeru që 15 orë, 17 orë, edhe 1 orë, 2, do kalem. Po sot, edhe që po e hajmë si fyrin pak ma herët, e kompenzojmë dhe e te kalem situatën e rrethonën tonë. Dhe kjo duhet ajo që të reflekton tek besimtari. Ora, si shki hadith, është kutsi. E tani,
shumë është me rëndësi na në iftar të bëjmë një retro për vetën tonë, të ndalemi. Tash me iftarin tonë që do të qelim, a do të mbesim të gëzum, apo kina me u mërzit. Se qelet iftari, kryet ushqimi, tash ka ndodhë, kthehet lejnë të mbrapa. Ai semaforat që ka i bona njerit. Ati në parking, i thash hupë se unë, kana tjetër i hina në rrugë një kash i ktheva, krejt në brapë. Pse, po. Ta një këshire bjen në piklim, dikush mërzitet një iftar. Nëse mërzit është një iftar, ndërgjegje, jo, ponon. Në vetëdijen tonë, jo, ponon. E shpreje se shpreje, ta agjeruesit, mas iftarit, lejnë ta kthejet në brapa. E bona rezil grunë para se më dalë për shpis. Para iftarit, qka si thash, pse se ka bo qatë ushqimin që e kam qep. Realisht në du të mund dalë me spikat këto momente që janë të shumë njerës të neglizhume. Ama për me kuptu hadithin, thënjën e Zotit, se na jemi të gëzum një iftara ajo, du këtë analizë me bo. Kjo është taj testi jonë intern, që nëse na i kalojmë këtë test, mbetemi inshallah të lumë të redhe, në takimin tonë me Allahun Azza wa Jall. Ama nëse se kalojmë këtë test, tja i lumë të redhe i piklum. Normal që i piklum? Fatkeqësisht i piklum. Një 30 vetave mas iftare dushme i kërku halallëk. Ma të ka dollë punë në saf, ma të ka dollë punë semafor, ma tjetërin në parking, ma kolegën të puna. Të fura e bukës. Të fura e bukës, zotë në arruja, më kupton, mu frikë me shku me ble bukë. Sinqerisht, mu frikë me shku me ble bukë. Ma të marketi, nuk nga përkasin neve këta gjera. Andaj gëzimi jonë në varët, në fond edhe në iftar, kur të bëjmë atë analizën, atë provimin tonë intern me vetë vetën tonë. Pastaj thotë Muhamedi s.a.s. Walladhi nafsu Muhammedin biyadi. Le khalufu femi saimi atyabu inda Allahi min rihil misk. Me qëllim po i tham këto hadithe kutsi edhe arabisht edhe shqip, se vetë shqiptimi i thënjeve të Zotit në gjuhën arabe për çdo shkrojnë na jep shpërblimet e veta. Edhe për cilëndje e haditheve kutsie, si që ka thonë Muhamedi s.a.s. Prej Allahut Azza wa Jall, vetë vetiu të është shpërblim në vete. Krasë asoj që na kemi shpërblim, se në këtë emision, këtë mujtë bekum, bisedojmë, diskutojmë për agjerimin e për agjeruesit, brenda këtyre gjitha shpërblimeve, na shpresojmë të kemi shpërblime edhe në atë që i shqiptojmë ashtu si janë të shpallëna këto thënjet Allahut, që të fitojmë shpërblime edhe unë edhe ju si në dëgjues. Pas e thotë, pasha atë në dorën e të cilit o shpiriti Muhamedit. Thotë, aroma e gojës së agjeruesit tek Allahu Azza wa Jall është më e këndshme se aroma e parfumit, e miskut. Sot i thonë musk. Është një parfum që i thonë musk, shumë është i shtrenjtë, shumë është i dallum. Këto është në gjuhën arabe misk. Me kuptu se dhe muskur jetë nga fjala misk. Se dhe musk i thënë gjuhën arabe, në thonjë edhe musk edhe misk mundesh me thonë. E të kuptojnë gjithë se gjuhë arabe prek shumë largë, po dë njëre e pranojnë se pranojnë njerëzit është një çështje krejtësisht tjetër. Betohet në Allahun Azza wa Jall, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me kuptu se shpirti gjithë neve është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Ky Zot i madh na ka dhënë këtë shpirt. Na ka dhënë gjitha këto të mira dhe begati dhe shumë është me rëndësi me kuptu si na ja kthejmë Allahut mirënjohjen tonë ndaj të mirave që na ka dhënë. Dikush e kthen me të mirë, dikush e kthen me të keq. Pasi që betohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është me tregu seriozitetin e thonjës se kjo punë nuk është kot e kot. Andaj këtu betohet. Këtu ka betim. A betimi thuhet për me tregu diçka që ka
shumë peshë të madhe dhe thut për me të regu se diçka është 100% ashtu, s'ka mendje. Sikur të thamu në vallahi që ki telefoni jem ashtë. Ati betojmë në Allah se është i imi që mos të përzit me dikant tjetër dhe mos dyshojt dikush se vallë mos ishte i kamermanit. Jo, vallahi telefoni jem ishte. Ose, thamë, vallahi agjeruesi shpërblimin e ka me xhenet. Për me të regu dhe thot, sigurin dhe seriositetin e asaj që jam duke e thonë. E këto betohet Muhamedi s.a.s. dhe thot, aroma e gojes së agjeruesit është më e këndshme të Zotit dhe më e dashur të Zotit se sa aroma e parfumit. Sa agjeruesi është e ditur edhe me shkejtës edhe me praktik, sa ai kur lën ushqimin prej syfyrit deri në iftar, vetvetyut në luks, edhe nëse i lanë dhëmbët e tij, vetvetyut në luks, formohet një aromë që ndonjëherë mund të jetë edhe e pakëndshme. Mund të jetë edhe e pakëndshme. Kjo thonje dhe kjo pjesë e hadithit i jep krenaria agjeruesit që të mos kompleksohet nga agjerimi i tij. Ta kuptoje se kjo aromë të Allahu Azza wa Jalla është më e dashur se aroma e parfumit. Gjithë e kuptojnë hadithin kështu. Ja, ka një kuptim shumë më esencial se kjo. Se aroma e gojës së agjeruesit arrin tek Allahu Azza wa Jalla. Subhanallah, Allahu është i njoftuar me aromën e çdo agjeruesit. Edhe e pëlqen atë aromë. Edhe e pëlqen, edhe ajo aromë Allahun e gëzon. Dhe ajo aromë të Allahu është aromë e këndshme, e dashur, e veçantë, specifike, e një kategorisë besimtarëve dhe besimtareve të dallum, të veçantë, që agjerojnë veç për Allah. Kthehemi te fillimi, veç për Allah. Askush nuk i shef. E nuk manifestohet agjerimi, s'ka reqate agjerimi, nuk ka sikur haxhi, nuk ka sikur sadakaja me dhon pas. Kur gjë as nuk jep, as nuk merr. Veç e lën ushqimin, askush nuk të shef. Sa e lava, as e lava, e bonin e se bonin jetë. Edhe me bo me fjalë, me zemër, nëse se ban, përsëri s'ka vlera ja. Ka bo me fjalë, me zemër, me trup, me shpirt. Një veprim vetëm për të madhen Zot. Dhe kjo aromë mrin të i madhe Allah. Dhe Allahu e nuhat aromën e çdo agjeruesi. Dhe kjo të Allah është më e dashur se aroma e parfumit. Më e dashur se aroma e parfumit. Pra o të agjerues, mos u komplekson nga aroma që mundet eventualisht me dal prej gojës tënde, prej brendis tënde, se me aromën tënde gëzohet i madhe Zot. E për neve kur të Zot, me neve kur të jetë i gëzuar i madhe Zot, s'kemi na çka brengosemi për filonën alane. Zaten, gjitha agjeruesit, besimtar kur agjerojnë, nuk e nuasin këtë aromë të njëri tjetër, se bot një unifikim i gjendjes psikofizike të tëra. Dhe bot një situatë normale që nuk ka diçka jashta normales në shoqërinë e tëra. Çfarë do të thonë ata që nuk agjerojnë? Çfarë do të thonë ata që nuk besojnë në agjerim dhe nuk besojnë në bindjen tonë, është krejtësisht e parëndësishme kur t'jesh i bindur dhe kur t'jesh i përgëzuar nga Allahu i madh, sa Allahu është i kënaqur me gjendjen tënde psikofizike. Gjitha këto elementet që i përmenda më herët janë në nivel shpirtëror. Përveç se aroma është një produkt që është fizik. Po, e Allahu tregon se edhe me atë gjendje të agjeruesit, Zoti i madh është i gëzuar. Dhe edhe asaj i kushton dhe i përkushton rëndësi, sa që kjo aromë rinte Zoti i madh. Ose unë aroma jote, si agjerues në Ramazan, më rinte Zoti i madh. Dhe Allah është i kënaqur me ti. Veç këtë moment, agjeruesin mëngjes kur zgjohet ta kujtoje, s'ka më lumë të saj, Vallai lumturi e veçantë. S'ka më lumë të saj.
Nuk ka në botë njeri më të lumë tërsa e s'dut me pas. Andaj ati bota dunjoj i duket autobani, i duket krejt mirë. Ku me ditë çka me ndodhë jashtë, shumë relative. Nuk i lënë ati për shtypje, nuk i... Allahu është i gëzuar me mu. Po, Allahu është i gëzuar me mu, kur tjetë Allahu i gëzuar me ti, çka t'intereson tjetra. Ti i gëzuar me vetë-vetën tonë, dhe pas të je i gëzuar edhe me gjithë njerëzit në përgjithësi. Je pozitiv, je optimist, je shpërndon energji pozitive dhe reflekton mirësi dhe bamirësi edhe tek njerëzit tjerë. Subhanallah, një moment shumë i rëndësishëm që agjeruesi duhet të përjeton me gjendjen e tij se Allah është i kënaqur me gjendjen e këtij robët. Madje edhe me aromën e tij. E cila në momente mundet, sikur se thash, tjetë edhe e pakëndshme. Por për Allahun është shumë mirë ajo. Është më e dashur dhe më e këndshme si aromë se sa aroma e muskit. Aroma e miskut, e parfumit. Parfumeve më të mira dhe më të shtrenjta. Jeni njohës edhe i parfumeve, për çfarë? Po, shumë mirë një parfumet edhe i kam hobi dhe pasion të parfumet. Hoc, ishte kënaqësime të pas, e ki shpjegu këtë hadith kutsi për mrekulli Allahut shpërbleft, shumë miqde, shumë gëzime, thjesht largonu nga depresioni veç duke praktiku, kuptohet mas pari, këtë hadith, pra të jemi agjerueshëm, edhe që shpërblime sa dush. Alhamdulillah. Zotin e madh dhe lut që Allah gjithve të na mundson që të mos ndajmë asnjëherë nga agjerimi, por Zotin e madh dhe lut edhe vëllezërit dhe motrat tona që ndoshta për x arsye nuk kanë agjeru që të fillojnë edhe ata të agjerojnë. Me njerë të fillojnë. Të na bashkangjiten këto shpërblime të mëdha. Na pasi që jemi bashkë me ata në këtë botë, kemi dëshirë dhe shumë gëzohemi që të jemi së bashku me ata edhe në xhenet. Zoti ju dhash të mira. Amin, faleminderit shumë. Ky pra ishte hoxha i nderuar Muharrem Ismaili. Nesër vazhdojmë me misafirin e radhës. Merr frim emisioni i juaj enkas për muajin e bekuar të Ramazanit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Zgjohu si firi kopret Zgjohu a do mbereqet Falu, namazi është drit Falu, me zemër e shpit Falu, namazi është drit